80 vjet më parë, kur ajrit akoma I vinte era barot, në kumanohen e sapo çliruar me njëherë pas luftës së dytë botërore, të rinjat shqiptar, zejtar Bujq e Nxënës, kishin ndërmarrur iniciativën për themelimin e shoqërisë kulturore artistike, të cilën do ta pagzonin sipas emrit të heroit të popullit Bajram Shabani. Në shtypin e kohës, saktësisht në gazetën Flaka e Vllazërimit në një shkrim do të shkruante se në sallën e shkollës fillore Bajram Shabani në praninë e mbi 300 shqiptarëve fjalimin mbi rëndësinë e themelimit të shoqënisë e mbajti Abedin Aqifi me theks ngritjen e nivelit kulturor të shqiptarëve aso kohe. Më pas thuhet se në këtë mbledhje zgjedhur kryesia e shoqënisë me në krye kryetarin e parë Abedin Aqifi, anëtarët Abdullah Shaipi, Abdullah Osmani, Rakip Rexhepi e të tjerë. E dalur nga gërmadhët e luftës së dytë botërore, shoqëria kulturore artistike Bajram Shabani ndër dekada do të ngritet në një tempull të vërtet të kultivimit dhe ngritjes së kulturës shqiptare me përmasa edhe për te I kufive shtetëror. Për këtë flasin sukseset e shumë numërta që nga ditët e para me valltarët e parë si Evzi Kaleshi, Kadri Axhoku, Caf Seferi e të tjerë, të cilët ishin prezent gjithkund me mjeshtrinë e tyre në interpretimin e valleve të burrave e deri në ditët e sotme kur anëtarët e ansamblit të këngëve dhe valleve Bajram Shabani me ftesë të organizatorëve janë prezent në festivale të ndryshme botërore. Si lindi, si u rrit e si u zhvillua kjo shoqëri, flasin protagonistat të cilët mbi supet e tyre bartën të gjitha aktivitetet për 8 dekada me radhë. Unë jam inkuadruar në shoqërinë kulturore artistike Bajram Shabani viteve të 60-ta, pikërisht si nxënës I shkollës normale të Kumanovës. Kryetari I shoqërisë kulturore në atë kohë ishte Demir Aqifi. Atëherë kishin mësues të shkollës fillore Bajram Shabani, mas shumë të ishin mësues që neve I njihshin, edhe domethënë ajo na afroi. Po me atë që kishte nevojë atëherë, domethënë t'i afrohemi shoqërisë, sepse motivi ishte ajo që kishim një mandolinë dorë. Në orkestrë të mandolinës ka qenë atëherë kur kemi ardhur neve të them se mësuesi Hafaz Zafozi binte gitarës. Domethënë kishte gitarë dhe I binte. Por ja trashëgoi shumë shpejt pak se edhe mosha atij ishte mësuesi Xhema, vllau të vet, Xhema I Latifit. E prej instrumentalistave tjetër kishmi Nexhat Rushitin me violinë. Ajo orkestrinë pati këtë formacion të themi, 2 mandolla, edhe ishmi 5-6 mandolina. Solist ishte mësuesi Ramez Latifi. Këngëtarë si solista atëherë Recep Shaqiri ka qenë Idris Jashari, dikur ma vonë edhe motrat e Jasharit, 2 motra. Shpesh e kemi pas, zman pa e përmend, edhe Ismet Veseli ishte musafiri I shoqërisë tonë shpesh. Këngët që kemi interpretuar dikur edhe u ndalun. Për shembull, Bini Gjende Kastriotit, kënga për Skënderbeun, mas shumë ti këndohesh këngë patriotike në atë kohë. Unë që në moshën më treg, si klasa 7 kam qenën, bisha violinës edhe ju shkojsh në mrapa orkestrinës normalistëve, që e patën themelu viteve të 60-ta. Pastaj 69-ën ushtar shkove në 70-ën, si u ktheva prej ushtrisë, vendosëm me një transferu komplet orkestrën e mandolina, mi hek prej përdorimit edhe mi aktivizu instrumentet pak më bashkohore për shoqërimin e këngëve popullore. Për fillim ka qenë pak vështirë se mungonin instrumentistët. Unë e mora violinën edhe Nexhati I Mullazëqirit me violina. Pastaj ardhen Naimi edhe Luani prej Prizrenit edhe këto kryen shkollën e muzikës. Njeni e mor kitarën, Naimi violinën. Pasi e mor violinën Naimi për me themelu orkestrën,
na mungonin klarinetist shqiptar atëherë s'kishte. Mas një viti 2, unë u transferova në harmonik, edhe ashtu orkestra mor një formë të kompletuar, përfshim violinat, kitare elektrike, kitare ritëm, 2 defa i kemi pas që shoqëronin këngët, harmonika dhe klarinet. Do thot komplet orkestra, 2 vite kemi qenë komplet ashtu, pastaj gradualisht në roheshin, pas një kohë erdhe dhe Ulusi Shabedini, Ulusi, ju bashkan gjithë, der ka vitet 80-ta funksionon në këtë mënyrë. Këtu du të cekë edhe një moment se meritat më të mëdhaja për me majtë ritmin në kontinuitet aktivitetit shoqërisë, merit ka Susidem edhe mësus ka Besa Osmani. Ato me të madhe u angazhun, njëri me anën organizative, Susidem, kurse mësusja Besa murë përsi për me mbledh vajzat. Kryetarën dhe u angazhun për me mbledh antar të ri, mësusja Besi për uni në Zanst, prej shkollës e 8-ta, gjimnazit fillun me ardhë, edhe një vit e kemi pas edhe grupin vallëzues të femrave. Të ardhona nuk kemi pas shumë, përveç autobusa edhe me shumë vështirësi, ne i sigurojshin me shku atje se shoqëria shumë pak ka pas, pare hiq, shumë pak. Garderobën ne e qepëm në Prizren, shku një uniform shumë mire, patëm një garderobë. Të ne fillu me dhe instrumente, ka dal, jo një harmonik, një kitare, me blesa, kish me mundësi se me vërtet ishte pak vështirë në atë kohë. Dvish deri të hollat për me funksionu. Unë si profesor i gjuhës shqipe, në shoqërinë kulturore artistike Behem Shabani, jam inkuadruar që nga viti 74-75 i shekullit të kaluar, kuptohet. Në fillim isha me grupin letrar dhe recitues, kurse me grupin dramatik kam filluar që nga viti 79-80. Gjatë vitit 79-80 kemi pas përgatitur dramën nga Koljakova, Toka jonë. Dramën e dytë kemi pas përgatitur dramën Halit Gashi nga Xhemil Doda. Këtë dramë e kemi shfaqur më vitin 1982. Dramën e tretë, Buqitje Malish nga Murteza Peza, e kemi përgatitur më vitin 1983. Tek drama Të shpëtoj shpresa nga Emanuel Rable na ka pas ndihmuar Sefedin Nureddini, aktorin ndjer, na ndihmonte edhe materialin e sillte nga teatri i Shkupit. Me këtë dramën Të shpëtoj shpresa, për herë të parë e kemi shfaqur në Shkup edhe pastaj tek publiku i Kumanovës. Në këtë dramë kemi marrë pjesë në Koçan, në garat e republikane. Aty disa aktorë janë shpërblyer për rolet që i kanë interpretuar. Kur kam filluar me grupin letrar, gjatë vitit 74-75, llogaritet se grupin letrar e ka formuar profesor doktor Aslan Selmani, pastaj ka vazhduar Avnit Dehari, dhe kur ka shkuar Avnit Dehari ushtar, unë kam vazhduar punën e tij me grupin letrar. Unë kam qenë antar në grupin në orkestrin, edhe violinist kam qenë prej vitit 1978 dhe 1981 kështu. Edhe breset e mia përkon që i kam më të mirat, ka qenë një koncert që patëm bajtë në Kaçanik edhe në Hante e Lezit, me njerë mas protestave të Kosovës vitin 81 që unë bajtën. Me orkestrin e shoqërisë ishim udhëheqës ishte profesor Zedin Ismaili, violinist, edhe unë Agim Gashi. Harmoni ka qenë Gjemail Ismaili, Besnik Arifi ka qenë gitarist, tash nuk po më kujton krejt, defist ka qenë Hasani, ka qenë ky Qazimi dhe Qemali me klarinet kanë qenë.
Unë kam fillu e 1973 si fillorist klasa 7. Kryetar ka qenë injeri Mësësi Demir Aqifi, ka qenë nën kryetare, edhe sekretare nën kryetare ka qenë Besa Osmani, kurse me vallëzue ka qenë Agata Lat, injeri, ai edhe koreograf edhe vallëzojke, Sherif Presheva, kam vallëzu une, ka vallëzue Femi Jahiu, Necbedin Jashari, ishme një gjenerat e re, injeri Kenan Ahmeti, Mytat Zulfiu, ka vallëzu Nehat Abazi, dhe kemi qenë me të vërtet një grup jashtëzakonisht e mirë. Po në atë kohë kemi përgatitën vallat e Luginës, Kaladakut Kumanovës, zbashku me Luginën e Preshevës, po e ki lyshmi Preshevën, Valli Aron, e lyshmi Delia Gushën, Mera Tockën, po. Kanë vallëzu njërë frikë, njëri Kenan Ahmeti, ata nuk janë më në mesin tonë, Zikiria Kadriu, Mehmet Kadriu, vallëzon Hafez Ramadani, Mentor Zikiri, po Bexheti, Qani Bexheti, Adem Rexhepi, Lulzim Agushi, që e lishova edhe për ndjerin Agën Shejp, edhe i ka qenë atë kohë vallëtar, edhe Shejp Agushi. Kemi morë pjesë në për shumë festivale, në për shumë koncerte, një më kujtohet, nuk e harroj shpeshere e përkujtoj, në 78-ën kemi qenë Mitrovic Trinet, edhe ka qenë në festival mbarkombëtar në kuadrët Jugosllavisë, pa Jugosllavisë, dhe natën e fundit, në Zveçan, me një restorant, kish pas një bazen të ashtu para të restoranti. Po, edhe fillur me në i lezu rezultatet, kur në shpallën neve të partë fitus, në 3 që ishmi, si kemi tjenë ashtu me robë, jemi zhytë në atë bazen tjenë ashtu, e kemi bërë një gjesë shumë interesantë, dhe zunëm vendin e parë. Gjeneratat treja, me klarinet i liri në këthuj prej Prishtinës, se ishte në ansamblin Rami Sadiku në Prishtinë. Me ardhjen e i lirit, atëre fillon të rritë, me të madhe me u bashkan gjithë shoqërijës. Mendoj se puna, gjithë puna, sakrifica, dëshira, dashnia për muzikën, për artin artin përgjithësi edhe për qytetin tem, për popullin tim Kumanovën, për ata kom dhënë sakrificë, kom dhënë mund, kom deshi edhe natë jemi dikun me ungrit deri në një piedestal si gjithë qytetet e tjera. Atë nasha këshin prova, shku isha i ndëgjëshëm me knajtësi. Edhe para me ndësha që si unë të futem në radhët e atyne. Edhe kështu që erdhë momenti kur Isa Fuzi ti tha dush me ardhë në shoqëri, bëhet pranimi i këngëtarëve të ri. Pastaj shkova unë, Salim Arifi, mas një kohë erdhë Hamid Sulejmani. Pre femrave, unë kur kam qenë atëre, ishte Kadishja Azizi, kanë qenë dy kushërina, Shefidja dhe Halidja, po, Shadia ishte, Shadije Sinani, më duket asë i bëjemnin. Ishte Lulja,
Lulja, këngën Trandafilin kur ta dhash, na kujtohet e kënga. Ishte edhe Ajtenja. Koncerti i parë është mbajtë në shtëpinë e Armatës. Dola unë, isha shumë i ri, mund të them 13 vjet, 14 vjet. Këngën më këtu bëre i miri, edhe dola si përmendori, ja kështu, do thot as lëvizje, as që as pak mendën në tekst, në ritëm, këndova atë këngë, u ktheva ato drill, e dikur Ristin Veseli tha Gagës. Për të prezentoje, do thot, udhëheci i programit. Brengat e shkollës, brengat familjare, ato i lënë krejt brapa. Je i publikut, del të qesh. Dhe kështu ato fjalë me ati nuk ja rrova. Kështu që fillova, do thonë, prezentimin e dytë, isha më i lirë, edhe tash kam fjalë të mira nga gjithë kolegët e mi, po nga dhe muzicentët. Kam një qëndrim, po ashtu si që duhet në skenë. Unë si i ri, si fëmi, si antari i ri i shoqënisë Bayram Shabanit, jam qysh prej viteve 82, 83. Në atë kohë, kur unë jam antarësu këtu në këtë shoqëni, kanë qenë arsimtari isë, ka qenë Loni, Naim Latifi, Qemajljaj, si orkestër dhe mënë që i majnë men, e si këngëtar ka qenë edhe Nura, une Naimi majnë men edhe atë Zejnepën, i kemi majtë një koncert të në teatrin e Kumanovës, edhe une pa të mësu veç kongën Popin Krushi të në arena në atë kohë, kongë që unë ka ke shumë. Edhe kur majtëm koncert aty, une u pëlqeva nga publiku. Unë prej viteve 82-83, dhe në vitin 90, kam qenë shumë antari rregull në shoqëni. Kemi kalu, lloj-lloj. Kemi marrë pjesë në përgarat që u mëshin në për Macedoni, për shembull Prilepe, manastire, kemi marrë shumë venat e parë. Unë personalisht kam fillu prej vitit 74, po është edhe shoku im Naseri, zbashku kemi fillu dhe ma, prej 74 deri sot. Po, sigurisht ka pasë më shumë, Milaim Halimi ka qenën, aje edhe si instrumentist, por edhe si këngëtar ka qenë. Bile në atë kohë, unë isha në mosh pak ma të reja se Milaimi, a i bjën të qiftelis, kurse unë këndojshë. Po ka pas edhe tjerë, ka qenën edhe një Krema Meti i Lopatit, Naser Miftari, Neshat Miftari, Selamia Shari, Fazlia Shari. Mbaj men koncertin e parë, shka kemi pas dhamë dhe kjo ka pas ndodhë pas një 2-3 ditë pas u pa takish në shoqëri, e pa të nëmonë lojan. Edhe prej atëherë deri në ditën e sotit, 74 deri në 2025 dhe ende antarë shoqënisë. Kemi marrë pjesë në shumë festivale, në Sveti Nikol, Prilep, Sharri këndon në Teto, në Manastir, në Kosovë, Mitrovic kemi qenë, atë në festivalin Hasim Prizren, Peshkopi kemi qenë. Unë personalisht si këngëtar, si vokalist, kam zonë vendin e parë, bile diplom, më kanë dhonë në Sveti Nikol, ishte festival ndërkombëtar, ati kam fituar diplom, si vokalist më i miri i festivalit, po edhe në Tetov, në 94, kam marrë vendin e parë si këngëtar, si vokalist, po dhe grupi, normal edhe grupi, se kishte në atë kohë grupi folklorik ka pas më shumë antarë.
kyqja eme, apo s'ka qene jo rastishme se pjesë përbërse e ansamblit apo shoqërisë kulturore artistike ka qenë babai dhe nana, që nga vitet gjenerata dytë, pra Pejman Osmani dhe Talat Osmani. Pra nana si filloriste është ky një ndër femrat e para në grupin e vallëzimit dhe babai një ashtu. Jam inkuadru vitet 78 si valltar i një valle, se unë ishe si valltar që në fillim në shtëpinë e pionierëve. Pastaj më morën kur ishi koreograf babai në Bajram Shaban, e vallëzova vetëm solo vallën e Shotës, vitet 78. Në vitin 79 inkuadrohem në orkestrinën popullore të shoqërisë kulturore artistike Bajram Shabani, në të cilën kohë ishte Zjedin Ismaili si udhëheqësi i orkestrinës. Në atë kohë ka qenë Besnik Arifi, Shenova Lyu, ka qenë Erol Vejseli, Eugen Zeqiri, Ilir Latifi, unë si fisharmonikist, Luan Rushiti, defist ka qenë Erkini pak, Erkin Vejseli, në Darabuk ka qenë Eroli. Me këtë 80 vjetor jubilar, unë mbushi faktikisht 27 vjetë, 25 vjetë, e më shumë. Unë jam antar në orkestrinën e ansamblit, diku kam filluar prej viteve 80-ta, më saktë vitin 83, kur i ndjeri profesori Luan Rushiti më mori dhe në kyçin e orkestra, dhe prej atëherë jam antar aktiv, violinist. Ansambli nuk është vetëm një shoqëri kulturore, artistike, po ansambli ansambli është një familje cila shpirtnisht na lidh shpirti i traditës, i muzikës mirëfillt popullore shqiptare. Si antar i orkestrës me një përgjegjësi të madhe me një përgjegjësi të plot mund të them se këta 20 vitet të fundit më saktë orkestra ka qenë zemra rrahëse e këtij ansambli. Orkestra përgatitjet që bëjmë për festivale apo për koncerte i bëjmë me përkushtim, krahas të gjithë sfidave që i kemi normal, mas t'i numrojsh ti materiale teknike. Po, që shkollën fillore vllazërimi, atë kohë, kishmi të nxjerrin arsimtarin Zjedin Ismaili, me korin e tij filloi të punoj dhe na nxori si do muzicient që ishmi me talent për muzikë. Unë e mentor Mehmeti dhe Merita Mehmeti. Kemi pas shumë raste, ku kemi pas kështu vendin e parë. Kemi çmuar, domethënë, në bursat të Turqisë, kemi qenë ka qenë një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe, se shumë shoqëri dhe festival ndërkombëtar ka qenë ballkanik, aty morën vendin e parë, por edhe veçoj një në Kumanov, shtëpinë kulturore artistike, këtu kur morëm pjesë ishte edhe i ndjeri profesori Fari Beqiri, që na dha lavdratat më të mira që në atë kohë ishin, domethënë ishte një profesor që din të vlerësoj. Edhe për neve si muzicient ishte ajo lavdrata më e mirë, ku edhe mu personalisht më veçoj si instrumentalist. Kjo ishte edhe një kënaqësi edhe më e madhe. Në fillim të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, në Kumanov vije artisti i popullit, koreografi i njohur nga Tirana, Panajot Kanaçi, i cili në bashkëpunim me koreografin e nxjerr kumanovar Mustafi Bibi, sjellin ndrisi me vlera artistike në vallet e përpunuara. Për herë të parë në skenë sjellin edhe dasmën kumanovare, me të cilën shoqëria merr pjesë në festivalin Këngë Jeko në Strug.
Ani mori nuse, ani çavgastare, ani mori nuse, ani çavgastare, ani adon ruse, homo adon pare, ani adon ruse, homo adon pare. Që nga mosha e re, kur kemi hyrë në ansambël, koreograf kemi pas arsimtarin Mustafa Bibi. Me atë kanë qenë ushtrime dinamike, një ndër prej vallëve që njihet është vallja Tosk dhe Gel. Me shumë përkushtim, kemi bërë ushtrime të pothuajse të lloj-llojshme të vallëve që i përkasin zonave tona të Karadakut. Trashëgiminë e plot nuk mundemi të arrijmë si i ndjeri arsimtari Mustafa Bibi, mirë po munduhemi deri në një caktuar të arrijmë. Për shkak vallet janë çdo hap apo çdo veshje ka një kuptim të thellë, të cilët simbolizojnë një shpirt ose një traditë tonën. Maksimalisht munduhemi që të promovojmë vlera sa më të reja, sa më inovative në trevat tona shqiptare. Ku edhe marrim pjesë në shumë koncerte të ndryshme. Edhe festivale. Që 14 vite jam pjesë e ansamblit Barem Shabani, do të thonë prej në klasë të parë. Më konë pjesë e artit, kulturës, vallëzimit. Me të vërtetë është një privilegj shumë i madh, kënaqësi, skena, publika. Është një emocion i papushkrueshëm, edhe nuk e përjetojmë besoj gjithë, e kjo është një privilegj shumë i mirë edhe shumë i madh. Me pjesëmarrje në ansambël, na u ka dhënë mundësia të përkushtohemi dhe t'japim diçka nga vetja për kulturën, për artin, me një fjalë për shqiptarët, si në valle, si në organizime, me një fjalë jemi rritën, thash 14 vjet nuk janë pak. Unë falenderoj edhe këngëtarët, se nuk kam pritu kur, s'kam pritu kur i kemi thirrë ndonjë koncert apo që kemi pas ndonjë festival dikun, kur nuk kam pritu të vinë. Edhe atë falenderoj shumë prej, domethënë të ndjerit Naim Latifit deri tash te i fundit që është më i riu. Për mi bëhet gjallë këngët edhe vallet, vetëm ansamblet e shtetit që janë domethënë ansambli Shota i Kosovës, ansambli Joni i Maqedonisë, ansambli i Shqipërisë, domethënë në baletit në Shqipëri, edhe ata, ne kemi qenë vetëm të fillim dhe deri tashmë e kemi ruajtur për këtë, domethënë këtë fanatizëm që mos ta lëm artin tonë shkojnë me CD-ja. Vallja të bëhet me CD, domethënë këngë çlohen me CD. Në vitet e 90-ta kam qenë valltar në ansamblin Barem Shabani. Në atë kohë kemi qenë ajo pjesa e vrullshme ku bashkë me bashkëshortën që sot kemi qenë çifti grupit vallave. Mirë po, pas asaj unë si kryetari edhe në vitin 2012 ku të gjithë shokët më dhanë përkrahje për të udhëheqë një ansambël si ky. Që atëherë, normalisht, aktivitetin që e kanë dhënë edhe artistat, valltarët, këngëtarët, instrumentistat,
Kemi arrit që të ansambli Baram Shabani të bëjmë një nga ansamblet më të organizume në gjithë trojet shqiptare. Jo rasisht to që shihen prapa me janë dhurata dhe shpërblime dhe çmime të cilët i kemi marrë gjatë kësaj periudhe kohore, mbase këtu nuk arrim të shpalosim të gjitha, po besoj se artistët e ansamblit Baram Shabani të gjitha këto i kanë meritu. I kanë meritu me një punë të pa losme dhe pa kërcyshme, sa i takon angazhimit individual dhe grupor. Mirë po, ne sot jemi para një evenimenti të rëndësishëm. Sot kremtojmë 80 vjetorin. Të e pas parasysh se ansambli Baram Shabani 80 vjet nuk ka rastësisht, po ka ardhur në mbështetjen e shumë njerëzve, shumë grupeve, shumë individëve të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë. Mu ngelet i përshëndes dhe t'i falenderoj nga zemra të gjithë, duke fillu prej kryetarit parë, që ka qenë Abidin Aqifi, deri te ata kur unë kam qenë antar, Destan Nuhiu, Recep Shaqiri, Selver Ramadani, në atë kohë, këta kanë qenë kryetarë kur kam qenë unë antar. Normal, këta kanë dhënë kontribut të veçantë, po sa kam njohuri, kontribut të veçantë ka dhënë edhe një kryetar tjetër, Mësuesi Dem, i cili ka qenë disa mandate kryetari i kësaj shoqërie. Kryetarë të tjerë ka pas mjaft. Shejp Saliu, Abdulmejid Osmani e të tjerë, të cilët nuk po më kujtohen tash ti përmend të gjithë, mirë po të gjithë ta kanë dhënë kontributin e vet, po normalisht disa kanë qenë të veçantë. Përpos kryetarëve të cilët kanë qenë të veçantë, ka pas edhe disa njerëz, individ, të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë në shoqërinë, në ansamblin Baram Shabani. Tu fillu prej këngëtarëve, Nureddin Fetau, Naim Latifi, instrumentistëve Lon Rushiti, pjesa e valleve e dramës, Qania Liu, pjesa ku ka qenë më e vështira, grupi i grave dhe i vajzave të cilët kanë dhënë kontribut veçantë, Mësusja Tevide, Mësusja Bes, të cilat kanë dhënë nga vetja, nga shpirti kanë dhënë, folklori, Naser Miftari, Gjezmi Ramadani, Xaxa, edhe shumë të tjerë që unë nuk mund t'i përmbledh për një intervistë shkurt, e kjo është ai 80 vjetori edhe 80 vjeçarja e asaj që njerëzit kanë dhënë nga shpirti, nga zemra, shumë kontribute, që din Vokri, të gjithë këta, do me thonë, edhe valltar të tjerë të cilët unë nuk i njoh, po nuk mund t'i përmendi të gjithë ata kontributin e veçantë të cilin e kanë dhënë. Një person i cili është doyen i ansamblit është Mustafa Bibi, i cili ka dhënë çdo sen. Kontributi i tij nuk ka qenë vetëm se në valle, po ka qenë edhe në organizim, edhe në ide dhe në zhvillim të ansamblit Baram Shabani. Mu nuk mbetet tjetër përpos gjithë qytetarëve të Kumanovës. T'uroj 80 vjetorin e këtij ansambli, çdo familje, çdo njeri në Kumanovë, me një apo me një formë të tjetër, unë edhe në intervistat të tjera kam thënë, është i mishëruar me këtë shoqat, e cila ka qenë dhe është burim i kuadrove të shumë këngëtarëve, artistëve, të cilët sot janë në estradën shqiptare. Prandaj më lejo që të uroj të gjithë kumanovarët, pa marrë parasysh moshën dhe gjinin, urime 80 vjetori i ansamblit. Uroj që ky ansambël të jetë i përjetshëm në Kumanovë dhe të vazhdoj me aktivitete dhe me suksese, ashtu si që po shifët këtu mbrapa skena ime, që kjo dhomë, kjo sallë të mushët dhe të përmbushët me shpërblime dhe dhurata të cilët do të na i sjellin artistët dhe aktivistët e ansamblit Baram Shabani. Sot, kur po shënon 80 vjetorin e themelimit ansambli këngëve dhe valleve Baram Shabani, me të drejtë mund të themi se është shndërruar në një institucion të vërtet kulturor,
nga i cili ndër dekada kanë dalur emra të njohur të profileve të ndryshme të artit muzikor, por edhe të atij skenik. Si shbanoni me t'pas nga çdo ditë e çdo natë, buzët me millan, o ke si shkon. Shkoje ka pori, jam ka poli veç për ty. Zemrën tima ke rovenur, o sa për të tu. Zemrën tima ke rovenur, o sa për të tu. Buzët me midhan, o ke si shkon. Si shbanoni me t'pas nga çdo ditë e çdo natë, buzët me midhan, o ke si shkon. Te mora, kaloj me se